përshëndetje për gjithë, mirë se na keni ardhur. Ju më bo disa vjetë që unë nuk po drejtoj prej kësaj foltore me moderu ndonjë event. Sa është nostalgjik se u pata mësu me I po kush edhe ku ullët. Tash po shoh fytyra treja, po shoh fytyra ndryshe që na udhëheqin. Je mirë që jeni gjithë prezent, profesor, shumë nderuar të respektuar. Enkel si përfaqësues kësaj here I Këshillit Nacional Shqiptar, e di që gjithmonë aki përkran aktivitete. Belgzem drejtor shoqërisë civile, nxënës ardhmëria jonë, prita që kemi me pas pak më shumë audiencë. Unë e di që pavarësisht çdo fryme që vjen e shkon, te na është vendi ku vazhdojmë me organizu edhe me përfaqësu që ato pak që kemi mbet. Po, faleminderit që keni ardhur, faleminderit panelistëve Fethies, Milaimet edhe Albanit që pak më vonë do t'i prezantoj për gjeneratët e reja që ndoshta nuk e din. Shkurt veç me tregu pse dhe qysh jena sot këtu. Me Blerimen, që është zoni I shoqërisë civile, kemi bashkëpunu shumë herët. Edhe thash, okej, po bëjmë diçka që ndoshta nuk është bo më herët edhe ajo është me fushën e medias, konsiderum që është shumë e nevojshme. E krijum një grup të nxënësve prej 30-35 vetave dhe mbajtëm një 4 sesione ligjërata informuese mbi gazetarin, se çka është gazetaria, si bëhet gazetari, etika e profesionit, edukimi mediatik, dhe më pastaj krejt ato që I kanë mësu në teori, vendosëm që ata me I po në praktik. Në Beograd na priti televizioni Nova, në Prishtinë na priti ATV, na pritën edhe Këshilli për të drejtat e njerëzit, Tuba, faleminderit. Pasi që aranjum gjitha këto, tham, okej, le ta finalizojmë këtë projekt të mirë, për me tregu që jemi mundu me bë diçka edhe jemi sot këto. Para se me fillu, faleminderit Bleren për mundësinë që ma ke dhënë, edhe faleminderit të gjithë shoqënive civile që dëshirojnë me bashkëpunu edhe me pas aktivitete sa më shumë. Para se me fillu, e kemi përgatit një video ku nxënës t'i kemi qitë në teren edhe I kemi shti me praktiku punën e gazetarit. Nuk është që e kishim bërë më herët, u ndeshën me sfida të ndryshme. Më thanë që me na falë shumë, po profesioni që ka shumë e vështirë se sa që duket. Ju në refuzu shumë nga ana qytetarëve. Kjo ndoshta flet pak edhe për mendësinë e komunikimit edhe mënyrën që na informojmë edhe komunikojmë me njëri tjetrin. E kemi bërë një video ku po besoj që mundeni me pa, nëse shihni. Ku ata dalin teren edhe dalin teren edhe I pyesin njerëz se çysh informon Bleren. Shka. Presheva është qyteti që mbart historinë dhe shpirtin e shqiptarëve të Luginës, ndërsa Bujanoci me karakterin e tij të larmishëm multietnik është një nyje etike për banorët e tij. Të dy këto qytete me shumicë shqiptare kanë një problem të përbashkët: mungesën e mediave që pasqyrojnë realitetin e tyre. Në një kohë kur informimi është thelbi një shoqërie të zhvilluar, në Luginën e Preshevës ngrihet një pyetje e madhe: a jemi të informuar, të keq informuar apo të pa informuar? Në mungesë të mediave publike e private, qytetarët nuk kanë një kanal të dedikuar për të dëgjuar lajmet e përditshme nga vendi I tyre. E vetmja mënyrë për të marrë informacion mbeten rrjetet sociale, ku e gjithë puna e institucioneve publike e private, si dhe aktivitetet e shoqërisë civile, pasqyrohen aty. Po çfarë ndodh me ata që nuk kanë qasje në rrjetet sociale? Duke qenë të vetëdijshëm për këtë boshllëk, të rinjtë e Preshevës dhe Bujanocit, një rinj e ditur dhe kreative, vendosën të zbulojnë mënyrën se si qytetarët informohen. Për këtë arsye, ata intervistuan banorët e dy qyteteve, por përballja me realitetin ishte e vështirë. Shumica e të anketuarve refuzuan të përgjigjen, ndërsa ata që pranuan të flisnin treguan për një mungesë të theksuar informacioni mbi zhvillimet e përditshme në rajonin e tyre. Ku informohen banorët e Preshevës? Po, për fat keq, vetëm se nga mjetet internetit, për portalet që
të cilët sajojnë më tepër dezinformata se sa që bëjnë informim të mirësjellshëm. Portalet e Preshevës i bartin lajmet prej agjensive të tjera, po kupton? Me televizion të mirëfillt këtu nuk kemi, po kupton? Televizioni që i takon, sidomos pakicëve në Serbi, nuk funksionon. Ne paguajmë për televizionin e Beogradit, asnjë minutë në pikëqymi, nëpërmes faturës rrymës na marrin mjetet të caktuar për që s'ka asnjë minutë program që ushqitet, çka është e përcaktuar me ligj. Nga merrni informacionin, lajmet e tuaja për qytetin e Bujanocit, domethënë lajmet lokale. Nga informoni? Po lajmet i marrni prej TV Spektrit, më tepër në Facebook, ati i lexoj ato lajme që i jep për komunën e Bujanocit, po edhe më gjërë, edhe për... Po më ngëmërë se rrenë, ata që të marrën qërë njerë të rrenë nuk është qështë. Po që të i ki këtu Mbjanoc me pare e ki Beograd e ki në Kosovë, ata vesh me marrë rogë për veti. A përdorni do një media që keni ma favorite dhe që një knasën në shërbimin e tëre? Si e kuptoni që për shembull nuk është ai dezinformat, por që është një informat? Pas njëzat tash po përdoren me të madhe. Shumë, po. Mjerisht, gjinja po bin prej rrenave. Po. Ajo është e dorës parë pa u informue, domethënë ke qenë rrena, për mu. Mendimi im se mediat, sidomos lokale, nuk mirën shumë në tema lokale. Nuk e di për çfarë arsye nuk kanë mjaftuar staf apo jo, veç më të shumë të merren me media regional, me tema regionale votërore, kurse me temat lokale nuk ishte e vojna. Po interes i madh nga qytetarët që na ndjek lajme. Unë valla jam i helmuar në lajme, i përcjellësh vërtet çdo moment që jetojnë to. Pse aty mbarët jeta jonë, kultura, edukata e gjithë, po pse në rastin diku dëshmon me kulturë. Propaganda ndikon negativisht. Do me thonë mbaret edhe kush e Kush e shpërndan. Tash e mbaret edhe prej simpatisë personit, ai që e lexon, mendon se një lajm i tillë është i vërtet, e pranon si të vërtet. Çfarë lajme në media kishin të rejtë ty ma shumë? Mu ma shumë, për shembull sporti. Mislim nuk jemi qësirina, jednom dosta prijatelja Albanaca, Roma, Srba, tako da ne zamišljamo te teme uopšte. Nisam toliko aktivna u praćenju medija, ali nema poverenja u medije. Bukvalno. Da li su lokalni mediji nepristrasni ili su pod utjecajem politike i biznisa? Uvek je bilo i uvek biće. Pod utjecajem politike i biznisa. Ky eksperiment social dhe gazetares tregon qartë nevojën për një hapësirë mediatike që u shërben banorëve të Luginës së Preshevës. Por pyetja prapë mbetet e njëjtë. A do të vijë një ditë kur qytetarët e Preshevës dhe Bujanocit do të kenë një media të veten, apo do të vazhdojnë të kërkojnë lajmet e jetës së tyre mes amullisë që ofron rrjetet sociale? Faleminderit Blerë. E pat videon. Këtë punë e kam bon nxënësit që pas ca ligjëratave kanë arrit me kuptu se çush bëhet një kronik. I falenderoj shumë, kanë qenë shumë të mirë. E patë edhe situatën vetë, shumica nuk kemi qitë shumë pamje që refuzojnë vazhdimisht, po zakonisht kanë qenë të mendimit se ne nuk jemi të informuar apo jemi të dezinformuar. Me neve sot këtu është Fetije Kamberi, është një gazetare model e terenit, është shembull si bëhet gazetaria e terenit. Fetia profesionin e zhvillon qysh më herët, ka punuar në Kanal 10, tashmë punon në TV1. Kemi Milaim Shefkion, më korrigjoni nëse po harroj diçka më shtu. Kemi Milaim Shefkion, gazetar, edhe një jetë në gazetari. Tashmë është kryeredaktor në Radio Televizionin e Kosovës. Gazetar, redaktor në Zëri, në Kosova Sot, Kosova Live, e shumë mediumet të tjera kosovare. Faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit që ke shërby profesionit ka gjatë dhe po vazhdon me qëndru stoik në profesion.
Kemi edhe Albanin, zërin kritik të gazetarisë. Albani po ashtu e zhvillon profesionin që një kohë të gjatë. Është redaktori gazetarisë hulumtuese në Radio Televizionin e Kosovës, njëjtë sikurse kolegë të tjerë, dhe Albani ka qenë në për shumë mediume të tjera kosovare, në Zëri, në Birn dhe shumë media të tjera kosovare. Mirë se vinin Preshev, mirë se gjindeni në këtë ambient ka shtë mirë, po e nisi me cilin do prej juve, do shta një fjallë raste, pastaj me pyetje, vazhdo shko këtje, që shosh me u konë sot në Preshev, edhe me po që, njerëzit dalë nga dalë, po na shkojnë edhe nuk e kena një audiencë shumë madhe që ka me dëgju zërin mediatik sot këto. Për mu gjithmonë është knatësi për mu konë në Preshev. Mundona me këtë punën tam dë vogël, se e vogël është, me të regu zonën e Preshevës në Kosovë, qatë mundësi sa keme, për me të regu se cilat janë pak knatësit e Preshevës, të folë edhe për vete që shu njëm detyru me ikë prej këti vane, për me shku në Kosovë që s'kom pas ku me punu. Prej ere, profesorim ka pas në zonëse, reshate, e din që jom kom pak tip që kom folë shumë, jom përzi shumë me njerës, kështë që e kom pa vetën që jom për gazetari, por nuk kom pas, ndoshta, ku me tregu në Preshev. Qyshe pra dhe Dionisa, qyshe keni pa dhe ju vetë, nuk e kena një televizion, nuk kena qysh me u informu, nuk kena ku me tregu për gazetari, kështë që mu ka dasht prej studimeve, me vazhdu praktikën në Kanal 10 fillimisht, pastaj me vazhdu punën aty për 1 vjet e gjysmë edhe me vazhdu pas Kanal 10 me punu në të vënjërë si gazetare e terenit, ku kryesisht e kom mbulu arsimin, ekonomin e tash veç politikën. Masi që jena veç të ju fetia, këtu e kena një audiencë të re, të cilët ndoshta në të ardhmen kanë me qenë gazetar, qysh me i motivu, me vazhdu, me studiu gazetari, edhe me përzgjedh këtë profesion. Qysh me i motivu? Une veç po du m'ja u dhoni një shambull që gazetaria nuk është moderator i lajmëve edhe nuk është moderator i emisioneve. Nëse me ndoni vetër me shku në gazetari mu dogë bukur edhe me zhvillu intervista 1 orë, atëherë nuk jeni gazetar. Gazetaria bëhet në teren, gazetaria bëhet të shku në vende shumë të thejlat, një vene, po nuk po flasë për Preshev, po flasë për Kosovë, me shku në Dragash edhe me të regu që atje nuk ka njerëzit ujë që një javë, edhe me shku në vanet të tjera ku ata e kam fështirë me siguru rrymën për shkak që nuk ka kërkon tela. Po foljem kështo rafsh. Nëse nuk janë në gjendje me bo qëta dhe me punu pa orar, atëherë nuk janë një gazetar. Gazetaria s'ka orar, nuk ka një pun që fillon prej orës 8 mbaron në ora 4, po është pun që fillon prej orës 5 mëngjes dhe mbaron 11 natës. Qështu na ka ndodhë ma të freskëta i kena zgjedhjet, ku ekipët e terenit jo nisën 4:30 për komunat të cilat i kanë mbulu, edhe kanë përfundu ora 12 mes natu këthy në banesa në për shpia të tregu gjithë ditën se që shka shku procesi i zgjedhjeve, po jo veç në Prishtinë, aty ku ndoshta shkon çdo sen mirë, që është kryeqyteti edhe ku njerëz ka pak ma shumë edhe pak ma të vedisum që ka bojnë, po me shku në për komuna edhe shumë të largëta të Kosovës, me shku dhe në komuna në fshatra në cilat janë në kufi me Preshevën, në kufi me Shqipnin, në kufi me Maqedonin, ku me tregu edhe atje se qysh po shkon procese edhe qka kam pa regullësia ka fillu me kose jo. Une ju motivoj me shku nga gazetari, me shku me tregu për se cilin problem që mundeni me tregu për qytetarët, mirë po ju thëmë edhe njëra, nëse menoni gazetarin veç moderem, mos shkëne. Sa jo nuk është gazetari. Gazetaria bëhet në teren që keni bojo. Gazetaria bëhet mas 5 orëve kur njerëzit refuzojnë mos me të folë, te apet me pas pak vullnet me shku me lu dikën tjetër për me të folë. Se nuk e kera na qa qlet kur na shëni në storja, nuk na foli pare person që e nalim dikon për me një problem, edhe a gjivelgzim se sa probleme kena mi siguru mi safert kur të folet edhe për politik. Unë shumë shpesh e kontaktoj edhe belgzimin se analist për me marë politik,
edhe e din se sa vështirë. Unë e di që edhe këta e kam vështirë shumë e neve, se jena bo shumë televizione, shumë gazetar, po edhe këta e din Bergzimi ma saksisht e din e ka bo vetë punën e gazetarit. Kjo konë ndoshta model edhe për mu, për shkak që e kom edhe familjar, e din se qysh është procese edhe qka hekim na për me siguru një historie, për me ju tregu juve që diçka së shmirë. Po gjithmonë duhet me ditë që për me na dim krejt që ta është një problem. Në Preshev është keq informime, ose dezinformime, ose nuk ka një televizion. Po nga gazetari duhet me ta thonë dikush para kamerës, duhet me thonë dikush që nuk ka, sikur juve që shu ka ndodhë. Po nuk duhet mu dorëzu, ndoshta ditën e parë kur delni nuk ju folin krejt, po ditën e dytë ju fol, që ka ju motivon që herën tjetër me dalë prap, po duhesh me dash profesionin. Nëse nuk e don gazetarin, edhe nëse nuk rren 10 orë në terren edhe mas 10 orëve me thonë që prap kisha dalë, atëherë nuk kime bo punën me shumë qef. Faleminderit Fetie. Ndoshta pak po ndalim me profën Milajem. Fetia foli pak a shumë për aspektin çush është me bo gazetari terene, çush është me qëndru stoik në profesion. Ndoshta një mendim i juaj, një vëzhgim i përgjithshëm. Çush jena tu informuna sot? Ky shef i joni mrena. Faleminderit me smori që jam këtu në mesin e juaj. Rrethona dhe kanë punu neve që na mos me konë këtu. Na jemi fizikisht në Prishtinë, na jemi larg, po me ndjenjë jemi këtu, se jemi të Preshevës, se jemi të Luginës Preshevës. Unë kam pak nostalgji se këtu kam qenë që atje kur është Bergzimi, kur është unifiku faktori politik shqiptar herë këtu, ka qenë ndjerë Jonas Muslimi, vëmëta të tjerë, ja tash jam si panelist të më kallëzu për gazetarin. Bergzimin e një të tjerë, në kele në taku në ashtë njerët e tjerë nuk i një shumë. E po shështori në gazetarëve të ri, edhe më këthym kjo më konë si këta. Gazetaria nuk është vend punë, është një pasion. është nëse e dënë një gazetarin, bo një gazetar. I më konë si ju i rishtu, 20 vjetë, 21, unë redaktor i vjetër atër, i ndjeri Ali Ulloni, redaktor shumë i vjetër, dhe më tha mu kështu, gazetaria është sikur fusha magnetike, po hine mrejnë asaj nuk lëshën, si buk me thera, po që ashtu të ajo të kënosh, të deri, të përfundojsh. Unë kam hi për pak e kam me që 25 gjerë 26 i bonë në gazetaria. E po që historie, interesant mu dakë, shumë. Nuk boni mu të dekuraju, s'flasin njerëzit, ka njerëz që edhe hezitojnë. Më ka ndodhë shumë herë edhe me shta sot që jënë politikanë, bile jenë me renome. Për porë nga puneshme do diktafonat vogël, me Bergzimi e di do diktafonat vogël me do radio, me një kaset e vogël me bataria. Si alë shesh me folë dikujnë e unatë kësë dike sa me thonë kur zhomu. Kur janë nasa folë ke, si ku me konë me kryo oratorin. Është po folë me njëtë që po folë tishtë, edhe që për të ndali këta, që po shkujtu në ledër. Dhe vonë është interesant. Dhe kjo është përvoja gazetarisë për vitet tonë. Njeri unë gazetari përballët me tulli sfide. U konë lufta në Luginë Preshevës, unë ishe gazetar, ishte 2-3 vjetë, unë ishe në Kosovë Vallajë. Dhe tash u ke përletori dëshmorët u shqipëve, takova njërën aty, u konë pas plagosën në Luçanë. Unë e ju edhe me intervishtua aty, unë kalova rrugën, 5 minuta është ndodhi. Unë kalova Morave në nejkë, ta shku rrugës kënejkë. Ata të shkolla u vrajtë, unë kalova. Dhe mund që është puna gazetari, ka dhe sfida shumë. është sfiduse, po është interesante shumë, gazetaria është pasion e dënë edhe nuk lëshën më. Vazhdojnë ju që e keni një historia ke interesante. Ka të tjerë që nuk dojnë më deklaru, ka të tjerë që dojnë më deklaru. Në me Alboni kemë punu shumë, noti Alboni ka rëzgjua dhe më shumë, kjo kur edhe në vitet tonë edhe në ka punu një 15 vjetë redaktor, po rrethonët në kanë shumë neve jashtë atje, po na jemi këtu, na jemi juve, po vje shumë mirë që redaktumi po me ndo përvoja për juve. Shka dhe me thonë që pëse du me marrë një histori me të regu diçka. Qysh një histori e vogël më bo shumë e madhe në gazetari. Edhe një të regim të revej për luftës në Luginë Preshevës. Në periudën kur ishte lufta, folja Amerikanë e patëm bloku rrugën adhes, nuk lishtë me kalu. Ushtarët i mërshën një qështin në bënstiu. Kalon një hoxha aty, nuk një Muhamet Gjemaili, e konë kolegi jemi në gazetari atje, po konë teolog. E kalon e rrugën aty dhe e zonë folja Amerikanë, edhe thojmë ti kështë komandant. Se konë komandant i zonës qarën, dhe se kujtojtë ta ma vjetër e din. U konën Muhamet Gjemaili, Rabeli, vla indjerë është, në lavdi për vepërën e ti. Edhe kalojnë, thot ti kështë komandant. Nuk jam komandant, unë jam hoxha.
Thotë s'kam lidhje me këtë punë, ja ti je unë e çojmë burg. Një kushëri jemi aty, më tregon më unë ishte gazetar, tha, e kanë marrë tha hoxhën. Po jemi në hall, tha se tash me deti kur sa kur është në dhëra. Ishin 3 me vetë një abosin rituale aty. Edhe unë e marrë e bëj një lajm. E shuj që çështu ka ndodhur, unë aksidentalisht e arrestojnë një klerik në vend një komandant të komunitetit në hall. Kosovallahu ku një medium shumë ndikim. Se pa të hapën një Amerikani Mike Meyer u konën redaktori për gjesë Newsweekut. Newsweeku, ai vjen këtu dhe sheh që ka nevojë për një agjenci të lajmeve që është e pavarur. Dhe kthej një kelmet hapëqyrën pej Ohio's, edhe formojnë ato dhe unë kam punu aty. Edhe e bëjmë në shkrimin atë dhe ky shkrim për çudi interesante me New York Times, me çet New York Times në faqen e parë. Ndodhi edhe kjo ushtar tonë arrestojnë njërin thotë komuniteti në hall. Edhe del faqen New York Times me dalë shumë interesant kjo. Edhe mas një periudhë aty mund të mbledhen në deskut, vjen një redaktor i New York Times, i madh, kështu një. Edhe po na ke 3, sigur fetia. Tha ju jeni shumë rëndësishëm, edhe na po keshme çfarë rëndësishëm na ke 3, e pruni gazetën New York Times në tabloid i madh. Kur kështu shkrimin tëm për hoxhën në faqe të parë. Do të thonë që një shkrim i vogël më bëu shumë i madh edhe me pas një hond të madhe. Kështu që gastaria është interesant, ti krijon edhe këtu. Edhe në Lugin Preshevës tashti e shoh ka herë na kemi pas një gazetar këtu, ai nuk është më. I thashë më herët në projekcionin buxhetor për vitin 2025 se kemi idenë më një gazetar prap, një reporter që mbulon Lugin e Preshevës. Bujanosën e Preshevës na ka vetë shumë anash. Tashti temat të pe Lugin e civile atje pi shumë rrallë. Edhe këtu e shoh që ka nevojë shumë me pas një medium shumë fuqishëm që mbulon temat më të rëndësishme që na kemi pas një dritar, një qasje, na pej Kosovës atje. Edhe për shave në Kelin këtu, i tha qeveria e Kosovës ndonë mjetë për Lugin, është mjetë që një pjesë e tëmve. 20%, 10%, 50%, 30% sot tjetë më do për një Lugin për shirë, për fondin, një fond për mediat. Dhe me forsu një media këtu. Cila do qoftë ajo? Nuk është media qeverisë, sepse dhe unë jem lotekër ndonë qeveria mjetë për neve. Po na jam informacione për çdo drom së jetë, kudo. Në Berzimin, nuk ka lidhje Berzimin. E ka preshë. Me shoqë me dhjumë pak po dhe ato shtjellë funksionon. S'ka lidhje, por ti vetë funksionon i pavarur, më kupton. Me nësi morën në lek. Edhe me forcuni media këtu. Sepse ka shumë nevojë. Unë jam disa të vogël ato që i shoh ka herë, po në mediumin atje ku jemi na dhe në Kosovë më shumë i shohim lajme tek Cia që dalin me Luginës. Ai vjen një hoxh pej Sanxhakut fol këtu dhe ai boll një hoxh shumë i madh, i vjen në Kosovë, po merr dhëm krejt atje. Kur këtu temat e vogla, temat që thon zi, shohim atje pse mos me po tema të mira që vin këtu. Lugina Preshevës ka shumë temat që më rëndësi shumë madhe, sepse diskriminimi këtu është nuk dia akoma të madh në Evropë. Ashtë nga duhet me dhënë qasje ma shumë kësajnë. Duhet me ngritë pak ma shumë të dëshmarë të punën e fshirës adresa, diskriminimin, shkollën, studentat, këta të milionë hapësirë atje. Dhe mediat janë një faktor shumë i madh për ndryshem në Luginë. Unë besoj që gjatë bisedimit që kemi diskutuar ma shumë, t'ja fjallën pak Albonit, i ka përvoja shumë më gjata, Alboni ka rrezikuar ma shumë, në konë në gjitha vatrat, nuk ka pas probleme, dhe u hesh emisionin e udhëve. Udhë është emisioni i vetëm Lugin në RTK që merret me hulumtime. Ka të tjerët, po ata më shumë merren me çështje tjera, po Albani ekskluzivisht merret me punë. Faleminderit, unë jam i na shumë një stacion këtu. Pak e pata një emocion se më lajmi më dhani lajmë. Jo të mirë për mu, po dhe i kanë më këthujta mas me që të projekcionin. Fale. Ishim dalë fakt ai aspekti pse kemi mbet pa informacion, pse s'kemi media këtu edhe pse s'ka kush na përfaqëson atë se çka po ndodh në Lugin Preshevës. Pse nuk po? Jo, është një diçka. Ne kemi njerëz të Lugin Preshevës dhe shumë zot që atje e përfaqësojnë zonën tonë atje. Ne kemi Belzimin, ne kemi Lavdimin, kemi të tjerë panelista që janë shumë zot atje. Po këtu, një media këtu në vy në Preshevë, po për me funksionu kjo media
Unë mendoj që duhet me pas një fond të veçantë, sepse është shtirë me funksionu mediat. Në një rreth në Kosovë është shtirë me funksionu, se një rreth shumë vërë si Lugina Preshevës pa pas një fond të determinum, të ndalë, të klasifikum, veç për këtë media është vështirë me funksionu. Apo nevojë duhet patjetër, sepse nuk ka ndryshim, nuk mund të pas ndryshim pa e forcu median. Median si pushtetin e 4, në këtë botë ndodh kjo. Nuk është vetëm të na. Po këtë na është ekskluzivisht është e nevojshme me pasëm një media të fuqishme. Dhe që është e paanshme, flasune. Po me pas një bërim financimi. Dhe këto mund me bëmë dhe qeveria Kosovës, qeveria Shqipnisë. Mësyshe, Ramazan. Mos ka tonë sigura i hoza se më paton dhe tërë, ta marrëm zotit ditën e pazarit. Kështu, faleminderit shumë, jam shumë mirë që jam këtu më fali personin, por nuk e di pse që në 2-3 herë të bëni vaki. Në këtu teorit globale, bota sot shqirësini ka tonë shumë i vogël. Çka po do me thonë me këtë është që përpara, për shembull, ku ka ndodhur një lajm qoftë i mirë apo i keq, për zonë ka ndodhur një vrasje dikon në Stanec, për me marrë vesh një lizë dikush u dashur në 2-3 ditë. Në Stanec e kishin vrarë dikon. Sot dje patëm rastin një takim mes Zelenskit dhe presidentit amerikan dhe në çështje kohore rekordi lajme më rritje për fshini krejt botën. Çfarë do me thonë me këtë që jo domosdoshmërisht është determinante që secili vend me pas një media. Unë i kam 3 fëmijë të moshave të ndryshme, djali tash është përgatitur për fakultet, në vitin e fundit, vajzën e kam klasën e 10 dhe kam një vajzë 3 vjeçe, këtë të bobur plesni. Edhe e thonë fëmijëve shpesh në shembujt kur flitet për leximin, e thonë babë, thonë, ma mirë është mos me lexu hiç se me lexu një libër të keq. Ja i thoshte edhe për lajmin, ma mirë është mos me lexu hiç lajme se sa me lexu një lajm të keq apo një lajm që mundet me të dezinformua apo me të dhënë informacion të keq. Kjo nga këndvështrimi i asaj se sa është domosdoshme secili vend me pas media, me pas televizione. Lugina Preshevës ka pas shtrirje dhe ka pas hapësira në për gjitha mediat, po flas ato në Kosovë dhe në Shqipëni. Ju ka dhënë hapësirë, po mos flasim se s'kemi bo matje me thonë që ka qenë përfaqësimi mediatik. Presheva është një komunë e vogël, që është Vushtria, që është Istogu, që është Dragashi që e përmendi, donë po menaj që edhe besoj shumë që përfaqësimi i Preshevës në mediat e Kosovës ka qenë domosdoshmërisht i barabartë, por ndoshta edhe më i madh se sa i aty në komunave që janë vendore në Kosovë, për faktin se Presheva është në Serbi, dhe është zonë e cila balohet në shqiptar dhe patjetër që është dashur me përfaqësu shumë a shumë, për shkak të problemeve që janë këto dhe që problemeve që Serbia i shkakton këto. Relacioni i mediave të Kosovës dhe mediave të Shqipënisë ka qenë kryesisht një relacioni i paragjykimit. Gazetarët në Kosovë megjithatë pak e njohin luginën e Preshevës. Kanë filluar me njoh pak më mirë viteve të fundit kur ka filluar lëvizjet, kur kanë filluar pak a shumë me ardhur njerëzit, sepse kanë pas probleme me qarkullimin, kanë pas frikë. Ti me i thoni gazetarit ndërtë të për shembull edhe sot, apo shkan me përcjellin ngjarjen Preshevë hezitan. Mas largimit Bakiut nga Presheva që e përmendi Vilaimi, në ditë që zakonisht mu më kanë angazhu, pavarësisht angazhimet që i kam pas edhe për ngjarje ditore me raportu prej luginës ku ka pas zgjedhje, ku ka pas çapo di ditë të cilat veçanta si pavarësia, ditët e 28 nëntori, ditët e 17 shkurti, krejt Presheva shkojshin me festu 17 shkurtin në Kosovë, u mbeshin këtë për me këshyra çush është atmosfera, do me thonë me 17 shkurt. Dhe këtu të e pas parasysh dhe rolin e organizatave jo qeveritare, por dhe Këshilli Kombëtar mendoj se ka dhënë një rol jashtëzakonisht të mirë në promovimin e temave që lidhen me të drejtat e shqiptarëve. Dhe në këtë kontekst ka pas tash edhe teknologjia ka bërë vetëm që t'ju jepet mundësi problemeve qoftë edhe nga distanca të trajtorit, dhe pse nuk e kanë domethënë atë rëndësinë e vet, sepse ndryshe është me ardhur dhe me pa një problem, ndryshe është me trajtu prej distancës, qoftë përmes një interviste apo përmes një bashkëbisedime që mundesh me zhvillu me dikant.
problemi është tek temat sociale dhe tek temat tabu, që unë si gazetari kam pak merak me prek në ato temat që janë tabu dhe mund kritikoj njerëzit, po jam po tash e mërë s'po ma len kritika hes, sepse i të shmoj shumë mendimet ndryshme. Unë e të shmoj pak tjetër mendimin e dikujt që mundet me qenë edhe ekstrem, po nuk e shmaj dhunën, nuk e shmaj fyrjen, nuk mëj me toleru, nuk mëj me padë, se dikush e fyr dikan për shkak bindjes, për shkak fejs, për shkak kombit, për shkak ngjyrës, për shkak të opinionit, dhe me thonë, apo mendime një respektoj gjithë se cilët. Çka më du me thonë me këta, kur kena prek, për shembull, në Lugin Preshevës temat të cilat kanë qenë tabu. Nëse flasim në Lugin Preshevës, për shembull, për religionin, meherë lajmëtari ka fajt që jep lajmen. Asnjëherë lajmëtari nuk ka fajt që jep një lajm keq. Ka ndodhur një aksident trafiku, që atje gazetari e raporton. Kanë vdekë nështë 10 vetë në atë aksident, po s'ka faj gazetarit që po raporton që kanë vdekë. Njëjtë është edhe për temat e religionit, njëjtë është edhe për temat tjera që mund të lidhen me aspektet shpirtërore. Njerëzit këtu nuk i pranojnë shumë me lehtësi. Pastaj kritika për pushteteve nuk është pranu asnjëherë. Po vje keq me fol me emra, mirë po mund ka një këtu shumë si një farë antifetari edhe një farë kritiko të madh të Shqipërim Arifit. Unë as nuk jam antifetar, as nuk jam si një farë kundërshtari të madh që një farë armiku të Shqipërim Arifit. As jam konkur armik i Shqipërim Arifit. Unë e kom kritiku punën e tij sepse kom menuar që çësia e tij në raport me perceptimin, në raport me realitetin në Preshev, u kone gabume, ndoshta shumica krejt ata që kanë votu, ka menuar që unë e kam gabim, ai e ka mirë, edhe në rregull jemi, se cili, do me thonë, nuk ka as gazetar të pagabushëm, nuk ka as qytetar të pagabushëm, nuk ka, dhe koha e tregon pastaj secilin. Dhe që më do me thonë është që gazetarët nuk do të më pa si arëmeq pëse hapin tema, gazetarët nuk më pa si njerës që janë pjesë e një procesit që mujnë mos më pajtu, bile gazetarët e mirë gjithmonë janë opozit e gjitha pushteteve. Nuk më jenë me pranu, për shembull, në cilin do me djom që pëndaj, me bo një temë me lavdru ministrin, apo kryeministrin, apo mjetur e lozhes, sepse nuk i bëjnë ndër vetet, apo kryetarën e komunës, me dalë me lavdru, me thonë ki po banë punë mrekullueshëm. Ne për mes një interviste, mujmë ja bo një promovim, një punë e caktume, po të shfrytzuar rasin vetaj të e bo ato. Po normal, për mes pyetjeve sfiduese, për mes sfidave që den me abo një gazetar. Alban, po dhe mu lidh me ty, ndoshta mas vështire ekipër me raportu për Preshev se je i Preshevës. Unë problemin ma të madhe ka me raportu Preshev. Me raportu me njerës që i nje. Mi marrë intervist njerës që i nje, për që ato ndoshta dhe ti etiketu i tilë se njerëzit ka njoft, e kanë ditë qka je, dhe ndoshta hynë edhe familja jote është me qëtë partije, kjo po e bom për inati për shkak të partis, për që ato është fështirë, një profesor jemi në gazetarim, thëjke që tregon prej ka vjernë dhe thujem që aty nuk keme raportu korë. Për shkak që mas fështire, për një gazetar është me raportu në verin e vetë, mi marë në pytje njerëzit që i nje, se gjithmonë e ka këtë drojen që ndoshta stash më kthej emocionale, edhe emocionale, po edhe çështja që kur ti merresh një intervistë tonë me ato që na njihemi, unë ty të kom pasë në zonëse, ose unë e një babën tënd, vllau jot ku në parti e jona, mundohet në çet aspekt me të thonë që ndoshta s'është forma ma e mirë, po ti përballësh me këta, për që ato, e unë ato të Vushtrës edhe të Mitrovicës nuk e një, heq, i bëj pyetje që ishte unë, edhe që të ndashta është problemi që Albani u ballafaqu. Jena të folë për qysh me ndërtu në tani media këtu, që kish me promocion ndryshime, edhe unë prapë mendoj që maj mund shumë është ndryshime përmes asaj që tha Fetia, mediave të jashtme, të cilat janë shumë të pavarura në trajtimin e problematika, po pastaj çdo pyetja sa kanë interes ata. Pse RTK-ja është në Preshev secilë ngjarje, është secilë ngjarje sepse është aty Milaimi, është Albani, ka qenë Ramizja, ka qenë dikush i këtuit që për ndryshe kishin shku shumë tema, apo pse të Nishi bën tema në vazhdimsi, për login është fakti që është Fetia aty, e nkeli e den për angazhimit që kemi pasë edhe për mes Këshillit Kombëtar kur kemi dash pak me kriju një farë lidhje edhe emocionale që njëjtë që na ndjejmë
Kosovën e Shqipërinë me fillu pak edhe ata me ndje loginën edhe vjetë kemi pru dikon një 15 gazetarë ose par vjetë ka qenë kjo gjatë verës të Kosovës, kanë qëndru 2-3 ditë, kanë realizu tema të ndryshme, kanë bë tema ndryshme me të qëllim që të trajtohen problematika shqiptarëve këtu dhe kanë folë edhe për aspekt mundësit e vogla, shumë vogla të turizmet, apo çka kishe vizitu diçka në Luginë Preshevës, nëse për një qytetar atje në Kosovë me informu, sepse njerëzit mu më thojnë, a je i Preshevës ti po, jëm nga në ushtarën e me njët në të vezës që atje, a mos për mja. Nuk e kanë konceptin as për shtrirjen geografike, ata nuk e dinë që pej Prishtinë ose ma letë me shku në të vezës sa prej Preshevës. Që kjo është qajet që kjo është media sa ma jashtë kontestit që është kuptimin e një regional është e ka ma letë me trajtu problematika. Vazhdimisht po flasim që kinë se po bëjmë se s'keme as një portal, as një medium, as një asgjë, po në mendoj që ka shumë portale, bile dhe fantome, Luginë Preshevës që financon direkt nga pushteti, edhe nëse thojmë që media është pushteti katë, nëse themi që media e manipulon masën edhe audiencën, apo i bje që ato portale janë në favorit atyre që qeverisin dhe atyre që... Në fondë unë pak i një portalet këtu, edhe besoj që nuk i lexoj portalet e Luginës. Fetia po thotë se cila partie ka një portal? Cila partie ka një portal. Kur të hesh me një portal, e shoh që një portal në Preshev po raporton veç për një subjekt politik, një portal tjetër po raporton. Për shembull, e kemi enkelin edhe e kom pak ma letë nëse ma lejon për me marrë shembull. Për shembull, njëri prej portaleve kallëzon punën e keqe të enkelit si kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, edhe ana tjetër e medaljes him në një portal tjetër edhe tregon punën e mirë të enkelit për ditë. Do të thonë, media është edhe ajo se çka zgjedh ti me transmetu. Nëse për shembull ka shumë probleme brenda komunës së Preshevës, ka edhe sane të mira që të mundesh me nxjerr. Nëse është një intervistë që aktualisht pra është temë tepër e madhe gurthyse, është një temë tjetër që ju ka ndalë buxheti edhe prej Serbisë. Pra ti zgjedh se cilën prej temave me trajtu edhe me marr. Kështu mendoj që bojnë edhe portalet, edhe çdo pak media që i kena në Preshev, ata veç zgjedhin cilën anë të medaljes me përdor. A ato që me sulmu pushtetin, apo me mbrojt pushtetin? Rufa, pibjen kjo që sina të bo gazetari heq? Jo, gazetari jemi të bo, po dishka. Okej. Ka media, po na vyn një media e fuqishme tu, që ka burën sigur financimit. Që ata nuk gajlot gazetari me rrogën funda se merë. Edhe nuk varen nga oligarket ose nga bizneset tu. Kështë të më thëmë në që aja funksionën të me e pavarë dhe ajo burim është drejtari informacionit për njësë që i shumë i na. I vesh na, po dhe të tjertë, dhe ata që në diasporë, që Lugina më goti tër 40% në diasporë, edhe ata diasporës, dhe na këtu, edhe na në Kosovë që jemi, edhe ata tjerët, dhe me pas një drejtari ku informohen drejt, sepse ka disë në tjera rajonet, ishin televizion është në Vajanoc. Po kështë të më thëmë që na vynë një medium i sigurt, i pavarur, që i tregon të dy anë. Që të tregon. Ne na i monu temat kryesore që na vynë atje. Ne na vynë ato me interes kombëtar që për çështjet e tjera, infrastrukturë, zhvillim, ekonomi, çështje sociale, këto të tjera i shfryzojnë ta që janë banor tu rezident, diaspora, po dhe na që jemi të atje. Qytetarë shumica... Që na vynë një media që ka një bërëm sigur financimi. Prof, qytetarë shumica, kërë përgjigjen, thojshin që nuk e kanë problem me u informu, po me u informu nashta për Filipine, për Afganistane, për... S'ka nevoj ashtu, për çështjet e tjera që ndodhë pej Amerikës, edhe në Kosovë ka media plët Kosovë. Edhe që drejtuar për shqiptarëve, për tonë, për njerëzit Luginës. Nuk e kanë problem. Për informacionet e tjera që të Albania përmeni pej President Trump, problemet me Zelenski, ndja që ju morën për një orë, morë dheun, edhe kjo, nuk kanë nevoj ata. Këta kanë nevoj për çështje që mbulojnë Luginën e Preshevës më shumë. Fshira e regjistrat, nga regjistri fshirë njëri deve i gjallë në fshirë. Kjo është diskriminim më i madh që mund të ndodhë njëri. O kupton? Është përfaqësimi. Këtu na vjen neve shumë. Çështje që pak më të mëdha
Ripi kufitar është asnjë njeri se gjenë më heq. Këto tema janë shumë të rëndësishme se sa çështjet e brendshme këtu kryetari me ato për plashet e vogla të brendshme se për plasje ka kudo. Albani tha Presheva është dhe që ashtu është. Në Presheva Bujanovës dhe Medvedja kemi 7.000 shqiptarë, 80.000. 100.000 zjadojmi, po 100.000 me dalë 72.000 pa dhe fush Kosova, dhe më thonë qash ka. Ta është që gazetarë që jemi në atje, edhe Fetia, edhe Albani, kemi shumë probleme tjera në Kosovë dhe të ka herë harrojmë luginën. E na vjen dikush që na ma gjithmonë gjallë luginën këtu. Për shembull unë mos na mbet luginën tash në hije në problemet tona në Kosovë që kemi 100 telasha që 2 ova 3 si kemi një zjedh halo. S'dim kush e bën qeverinë, probleme tjera reflektojnë në Kosovë. Do na kemi shumë probleme të tjera e harrojmë Preshevën. Kajt kon tona Serbia bën çfarë dojt ne edhe po pa. Unë thonë që ne duhet të pasëm dikon këtu që e më gjallë të frymë. Dhe kjo është ta që e më gjallë është media. Po kupton, se politikanët ka herë harrojnë ta, merren me punë tjera, këtë harrojnë të mëbe. A mediat jo sepse na jemi të determinuar, jemi të profilizuar për këtë punë. Unë mështoj gjithmonë që mediat janë faktori më ndryshimi atje. Edhe unë kam insistuar vazhdimisht me pas një reporter që ka më më gjallë atje, sepse rrëtë kjo ka shikueshmëri të madhe, jo vetëm Kosovë, por ka edhe diasporën, kemi 400.000 shikues me rrëtë kjo satelitin. Edhe kur i dilshim përpara temat e luginës në headline që shqyr atje, thëshin Koka Milaimi redaktor se ca i vjen gjithë. Po jo, se nuk është Milaimi, është Albani, dikush është. Po kush do që është? Sepse na insistojnë më shumë, bojnë tema dhe ato dalë, bojnë kronika, po kronika me rëndësi. Po thamë në nuk mene e kësi të vujla, me të maja. Për shembull që në këta që kanë ardhur sot, nxënëse që kanë ardhur sot duhen me ditë që Presheva nuk është që ka çmirë krejt sikur gjimnaze dhe shkolla fillore Ibrahim Kelmendi. Presheva është keq kur e mendoni që atje nalt në Buhet që janë veç 2 nxënësa, edhe kanë veç një mësues. Po kërkush ma herët nuk ka raportu për këtë send. Edhe rruga që është deri atje nalt është mizerje. Unë kom shku një herë me raportu kur kemi ardhur me Këshillin Kombëtar Shqiptar me Nevzadën, edhe ma herët fatkeqësisht nuk jam kon asnjëherë, kemi shku me bo shumë tema dhe kur kom përfundu në alt, gjendja e shkollave në alt në Buheq është e mjerueshme. Unë nuk e di çysh mësojnë ata nxënësa. Është një kamen, janë kushtet tepër të këqija, mendoj që duhet me fillu prej qësaj, me pas qytetarët e Preshevës çka i kanë problemet një herë bazë, pra arsimen, e tani me vazhdu të temat e tjera, se për politikë e dim që çdo ditë keme, po edhe kjo çështje që i kanë lënë, i kanë harruar shumë pak, besoj, edhe për juve e dini se çfarë kushte kanë ata nxënësit në alt. Alban, çush është me mbjetu një gazetar në Preshevë? Çush me mbjetu tregut, infrastrukturës që ofrohet? Probleme dhe në Prishtinë kjo. Ta marrim Preshevën. Me kriju një kredibilitet si gazetar, me të besu opinioni, është kogja sfiduese nëse ti burimet, financimet, i ki për shembull komunën, e ki Këshillin Kombëtar Shqiptar, apo ki cilin do institucion qeveritar. Çto janë burimet e financimit që i financojnë, dhe thënë, mediat në luginën e Preshevës. Dhe qytetari nuk e merr më gjithmonë si të mirëqen lajmet që e jep qysh pa vetia, secili portal e ka një parti politike, dhe secila parti politike e ka një portal, të e pas parasysh që të lidhshmërinë materialet që portalet e kanë. Presheva është shumë problem me të pas që të pavarësi që ti me mujt me qenë edhe kritik nëse dëndaj cili do pushtet që është të, dhe me dhonë opinionin tënd kritik dhe me funksionu me një portal. Ti dojmë rrjetet sociale, të ndojmë Facebook-un e këto që njerëzit i shprehin opinionet e veta fundi. Unë shpesh kur mbjem me trajtu një problematik për televizion, ka mundësi që vetë nuk menej, apo nuk pajtona me çato që duhet me transmetu. Për shembull kur flasim për komunitetin LGBT, më falni që për marrë që të shembull, unë jam
ma konservator në këtë pikpamjen personale, po flasë në raport me këtë komunitet, po kur e raportoj në televizion për komunitetin, flasë konform politikës që ka institucioni, dhe me thonë edhe asaj që thot kushtetuta, dhe që të parem do të me njek me në njerëzit, po këto është 3 herë ma problem, kur e kisë që të varshmëri. Prandaj, unë gjithmonë insistoj që sa do që të bëjmë këtu një media kredibile. Ndryshe, është që shka qenë për shamë Kosova Live në Kosovë, që ka orë një burim Amerikan, që sigurisht ai ambasadës amerikane i ka trokit në derë dhe ka pas informacion saktë ambasada se çka ndodh aty, mirë po influenca e qeverisë të Kosovës, influenca e grupeve politike ka qenë shumë e vogël. Prandaj kela që e përmenim Laimja ka pas Kosova Live pasyrën më të besueshme që ka marrë përpas edhe New York Times dhe media tjera kredibile. Në Preshevë sot nuk e kena një medium kredibël që mundët me u citu qoftë për të vëllatit. Vedem që mos më kesh kuptani. Jo pse këtu nuk ka njerëz që se njojnë gazetari, sepse këtu ka profesionista jashtëzakonshëm. E përmeni rastin e shkollës. E kom pa një historie që ka pa boj i Droseferi me Gjaz Gama e ka gjeru, nuk jam i sigurt të të përmisojnë kuaj raporton Top Channel për një person që jeton vijën kufitare mes Kosovës edhe Serbisë, atje i ka 300 vend, po s'ka rrym njeri. Te Sefer ka qenë apo në Staneza. Dhe ai lajm kalohet ashtu mbi bazën e shikueshmërisë, po pushtetit këtu nuk i dhem pse ai s'ka rrym. Atë pse? Sepse me çat raportim të asaj dite përfundon presioni mediatik mbi komunën. Nëse kish pas një portal kredibël që i shkoni pavarur prej bizneseve prej ty, e këshim gjeru sot, për shamull, atë zotnina tjetë që s'ka rrym, mbramje, shkan eshe prap s'ka rrym, vinë këtu mos seancat e kuvendit, kalon në rutina, jo, pastaj prap gjerohet edhe një herë dhe 2 herë, i rritet presioni, e pret kryetarin e komunës, apo drejtorin e kirkut paraderës, i njëjti medium, i thot zotria, apo zoja, apo kushtë të që je, a din që s'ka rrym një qytetari joti, jam i sigurt se qaj presion e kish çuditët e ndryshime. Kur ishin gazetarët prej Kosovës para 2 vitesh këtu, i mora me thjesht i qova deri në fshat e unë aty dhe ke vera, ke ambienti i mirë, me vizitu. Dhe njani prej kolegëve të Klan Kosovës vendosi me bën një historie për shpellën e Ilincës dhe e bën historien qysh është një vend që mundet më shëndru në atrakcion turistik, me vizitu njerëzit, me pas që është diçka interesante dhe zavend sekretari i komunës atëherë prej këtuhit prej Preshevës hera parë që zavend sekretari i komunës te shpella e Ilincës. Më thonë se kish pa kur asaj, e tha se di rrugën, dhe ashaj dhe se ju qojmë, edhe i qojmë, dhe mas një muj që ka ndodhë, u gjetë një fond, dikush a komuna, një donatora, nuk e di, e ndreshën rrugën edhe i bon shkallët për me u kyç të shpella e Ilincës. Në tashme që e kam aty një shtëpis të vogël dhe më dalëm, shoh shumë shpesh njerëz që vinë e vizitojnë, nëse jo prej vendeve tjera, s'paku prej Kumanovës, prej Preshevës, i ku pa nxënësit që në mënyrë të organizume kanë ardhur më vonë. Dhe kjo është çaj ndryshimi i vogël që mundesh me bë përmes presionit mediatik. Alba, nëse ishim ndalë të qytetarët, pak me i mendu ata, qësh është me i ndodhë diçka në baqet vetë, e mos me ditë, e mos me qenë të informum se çka po ndodhë për atyne, nëse ishe ndalë pa. Që kjo është ajo puna e dezinformimit, se kur s'kin informim, ti je i dezinformum, ti e merr Facebook e në këshyra po thot ky thot sipas këtë vështrimit vet politik. E këshyra atë opozitën çfarë po thot. Ai pastaj e flet këtë vështrimin e vet dhe na amullinë për larjeve qytetarit se çka ndodh. Mirë, po çka është diçka tjetër shqetësuese. Qytetari për me ngrit problemin e vet nuk e krijon kulturën e ankimimit në media. Për shembull, unë komponu të birni dhe birni ka qenë një lloj institucioni ankesa, na kena pas një person që për ditë i ka prit ka 30-50 palë, të cilët na kanë prit te dera,
dhe të cilët kanë tregu problemet e veta, probleme madje shumë familjare, qysh gruaja, qysh e rre burri, ka ardhë, sepse përmes medjave e ka po median si zgjidhjen e fundit që institucionet me kry punën e vetë dhe me realizu të drejtën asaj. Probleme pronësore, probleme me fshinjen, probleme me pushtetin, probleme me policin dhe problemet në gjashme. Nëse unë kam një problem si qytetari i Lincës me ujën, s'kam lija vëzom ujnë i Lincë, ku do na me shku në të cila media muj me bo presionin, unë si qytetar s'muj me ardhë, të kryetari i komunës të me thënë e i kryetar s'ka muj. Media është që e banë që të punë. Kështu që kjo shkon paralelisht, do të thonë media kur informon, ka kredibilitet dhe kur e ka kritikën e zhvillume, atëherë krijon edhe që mekanizmin e realizimit të drejtave të qytetarëve. Unë ndihmon qytetarëve që mi zgjidh problemet e veta. Apo s'paku e pasqyron çat problematik, sepse me numrin e madh të portaleve, dëgjova me vëmendje ka portale që më shumë rrenë, që kjo është tash perceptimi, se edhe unë shpesh pajtona se ka sa shumë dezinformim edhe në portale që njerëzit e medjave kjo ja zbeh shumë kredibilitetin. Dhe unë shoh sot, për shembull, po në televizion publik dhe nuk e kemi, në fillim ka qenë një qasje shumë e madhe e njerëz, kemi pas shumë njerëz të cilët kanë ardhur kanë folur për problemet veta. Kanë ardhur kanë shkruaj emaila për problemet veta. Numri po shkon të raj njerëzve. Tash unë s'kam bë analizë me ditë, a është kjo për shkak se janë rrit numri i medjave, ka media tjera që i trajtojnë problemet e tyre, apo është çështje e besimit se sa media mundet të minimojnë, dhe se edhe këta janë njëjtë si qeveria, dhe këta çasti veç këshirë me kry punën e vetë dhe të hekin qafe. Do thonë që kjo është ajo që... Se rritet nevoja, Alban, për çdo ditë me u kryu një media e re? Përgjithësi, jo veç në vendin tonë, në Kosovë? S'menoj që po vje kesë me thonë qëto, publikisht, po kom shku në RTK, e kom pas për një përplasje, me Milajemi kina shku sot 8 vjetë për në ditë parë, njëjtën ditë edhe si shkova, si ishmaj që jam u përplasë me njëni për shefave aty edhe ja bona një pytje. S'kisha dash mu keq interpretu kjo. Tash me bova ki me mshel keqit portalin tonë, tash a hup në e informimi shqipt në shqiptari dhe me të mësyu, tash a hup në e dhe me i mbyll në Kosovë edhe një 100 portale kur gjë informimi shqipt me në që në hup. Pa ka nevoj që në zona caktume me pas veç një portal kredibel ka nevoj. Ka shumë nevoj me pas për shembull Presheva, Bujanosi, Medveca, një portal i cili është kredibel, që pronari nuk është që pronarin e ka gazetar, njeri që din që është gazetaria, njeri që din që është lajmi, njeri që i përmbledh gjitha partit politike, njeri që i përmbledh gjitha aktivitetet gjithë dhe i trajton në mënyrë barabartë gjithë. Kjo ka shumë nevoj, po që ke i mungan Preshevës, po i mungan edhe Kosovës, i mungan edhe Shqipërisë një atje. Atë gjemë për këtus. Okej, ndoshta kishtë qenë mirë me u përfshi dhe ju pjesëmarrësit, me edhe ndonjë koment, ndonjë pyetje, ndonjë analist ju personale mbi mediat. Po. Së pari përshëndes në unë kabinet e kryetare Salita Sinan. Ju dërgojnë edhe jo përshëndet e veta me qenë se sot lidhet me lejë dhe nuk ka pas mundësi të ishtë. Temat e medias është shumë aktuale dhe shumë qëlluar për komunitetin ne ku jetë Këshin, po, sepse Presheva ka kalu në projekt bazat të ndryshme. Dhe në secilën kohë e kanë pasën një hapësirë ku në një kohë kanë pasë media sepse pushteti qendror ka pasë fonda, ka financu një fond para fonda media publike ku komunat kanë pasë detyrën të financojnë ose kanë pasë mundësi ligjore të financojnë një media të vetëm publike. Me qenë se me ndryshime kohë këtu kanë mështu edhe ligjet dhe me ndryshime ligjeve i ka pa mundësu me pasën komunat me pasën media publike dhe atë media që ka pasë Presheva, televizioni Presheva, televizioni Presheva që ka dalë si rezultat i pas luftës që pëngës. Edhe ajo media është detyru të privatizosh me një që probleme
duke pas. Kemi pas më herët dhe përkajnë për televizionin e Aldit që ka qenë dhe atëherë në mbështetjet më hershme qendrore kam pasur një mbështetje më të madhe për mjetet dhe me programin atë kam dhënë me konkuru në Ministrinë të Informimit dhe kanë siguru mjetet të qëndrueshme që me pas një raportim më neutral, ka shi pushtetit lokal. Edhe në atë kohë ka qenë ka qenë komuna e informume, qytetarët kanë qenë ma pranë lajmit, sepse ki pas një televizionin Preshevë si ka qenë informacion nga pushteti lokal, e që ka raportu punën e pushtetit lokal, ka pas një televizion që ka qenë privat, që ka raportu problemet që kanë qytetarë, si me ofrime e shërbimit të pushtetit lokal, po dhe me problemet tjera që vinë nga pushteti qendror, se që problemet nga pushteti qendror e më të mëdha se nga pushteti lokal. Tash, me qenë se nuk kemi mbështetje, komuna Preshevës ka ndarë 3 milion dinara, ato e me gjare dhe shumë të vogla, sepse qaq mujtët. E 2 vjetë ati s'ka ndarë asgjë, ato 3 milion e ndajë për 10-15 portale, themi televizione, to gjithë media që kanë konkuru. Edhe ato janë jetët të pamjaftueshme për më konë një medium dinjitos me funksionet. Në mendimi im personale se Presheva si vynë që më televizioni Kosovës, një media shtetërore, qoftë nga Kosova, qoftë nga Shqipëria, që e hapë edhe këtu një qendër ku kishë punu një përtiqme, kishë pas të konsular, gazetar, kishë raportu me problemet kona, kishë pas emision drejt për drejt nga Presheva, kishë pas hapësirë drejt për drejt mediumin qendror, edhe kishë jenë shumë ma efektive. Kurse kështu, çfarë do që të bëhet këtu, do të kishim pas një projekt kontra, se nëse është financuar nga Këshilli Kombëtar, shumicën e formojnë 2-3 parti kolla, të opozit. Me njerë në gjallë mu financuar nga Këshilli Kombëtar, dhe për financojnë lajmet që vinë nga Këshilli Kombëtar. Po nuk ndodh që me financu një televizion e Preshevë, edhe qaj televizion mës mi shku mbrapa veç një partije. Na e dim që një televizion i caktum veke për me përcjell Ardita Siranin se kandidate për kryetare dhe një televizion tjetër veke me përcjell visarin tjetër në komunë. Nëse jeni televizion që financosh prej komunës dush më ardhë edhe të visare dhe të Ardita, të dytë. Po ka ndodhë që nuk na kam fol njerëzit veç që jena konë ma herë dikon tjetër e tash kena ardhë të persone në fjallë. Unë mendoj që bashkëpunime mungon një herë në institucione. Ditën e zgjedhjeve, gazetarët e Kosovës e kanë pas një problem këç në Luginë Preshevës. Për inate politike, kandidatët për kryetarët komunës e kanë lënë me votut njëjtën orë. Njëjtën orë nënt Shajipi në Tërnas, njëjtën orë nënt Shqiprimi në Tërnavë. Dunu me bashkëpunu. Është në interes t'juje me dalë edhe Shajipi edhe Shqiprimi. Na veç ndahëm. Unë shkoj në Tërnac, Albani shkoj në Tërnavë dhe na dy njëri tjetër t'ja bojmë switch pamjet. Unë ja transferoj Albani të Shqiprimit e Albani mi transferon mu të Shajipit. Po ju po dilni keq. Ju po dilni keq mu konë nëndë edhe Shqiprimi edhe Shajipi. Ju po dilni keq për inate politike mu konë nëndë 30 edhe Ardita edhe Visare. Ju nuk jeni bashkëpunus. Kryesorët në institucionin e Preshevës nuk jeni bashkëpunus. Me mediat në Kosovë po flas. Tani, unë kom themi pak konsiderat për juve, se ju nja. Po atëherë Klan Kosova nuk ka pas heq kur ka ardhë. Edhe ka dalë edhe në lajme qendrore ka thonë që po më vjen keq, po këtu i natët politike ishin ma shumë se gjithë shka dhe ditën e zgjedhjeve.
Edhe besoj që edhe mu financu edhe prej komunës, një televizion që ka mu hap, ka me u has me qëto probleme. Me shku me ndjek një kandidat, po jo kandidatin tjetër. Jo, shmo i ka 2 kamera shumë 2 vende. Po pikëresh, për që do duhet. Ne i kemi që muna me quen njëtën kohë mërtisima për cilën... Po jo për shef, nëse në akon për zgjedhje veçone, po. Da po thënë për me bo një medion fuqishëm për shef. Kjo është i servit. Jo, është me një kamerë, mi pos 3 kamera, 5. Mi pos në gazetarë shumë më su gajlos, na që kanë probleme me finansat. Mune me buqeria Kosovë që blisë mune, dhe sa i dojnë nga 2-3-5 milion, edhe ata tjerë diçka mune një pjesë të mohë në ndo për media këtu, këta s'kan problemo heqë. Këta s'kan problemo, se kemi në një mone për këtu. Zem, krejt me rënd t'i lut në verikës. Okej, a ma herët, okej, tuba, masi që është fejmë edhe që. Në fakt, nështë lezime dhe zimi patën mu ndërhir me temën aktuale, dhe kom shka qatër, po inshallah se prishit atë folla. Para shumë disa teme, dezinformimi, fake news, edhe unë personalisht nuk bi prej fushës mediave, me profesion jam ekonomiste, po puna jeme të hatë bojmë ma shumë avantime me punën e krive. Për mu është problem dezinformimi, për mu është problem fake news, po për mu është shumë problem edhe mënyra që shi raportohet, që ka njëherë nuk është fake news edhe nuk është dezinformim. Tu di panelistët edhe të tia dhe ime i dhanë të shembull që mu më bërë shumë përshtypje të nisim e të tijës. Edhe a shembullin e shkollës të në Bokeq, që po me mërmendja unë personalisht i kujtova nga 2-3 raste për shkolla të ngjajshme, po në rast të fundit për shkollën e Luçanit. Jem kone dhe atë. Për kushte shumë të vështira, po jo, do me s'ka pas dezinformim, s'ka pas fake news. Moj paka shumë me kanëncu që shumë e moj mend një lajm për një shkollën në Luçan të nga shembull. Kushte të vështira në shkollën e Luçanit, politika jo gjithëpërfshirëse të Republikës Serbisë, diskriminuese, do me thonë ka qenë për atë kulmin e shkollës, a ki fjallë? Po. Që realisht ku ta analizojsh është qajo. Po, unë e shadu me parë, është people stories. Do me thonë, ka dhu mu si një person që, okej, kushtet vështira, po unë e du me ditë shka do me thonë kushtet vështira. Që manifestohet qajo. A do me thonë që kushtet vështira rasti i shkollës në Boheq që një nxënës shkon me dorza në shkollë, i ftoftit, a është kushtet vështira që mes orës hen punëtori mi shtidru koftore. Do me thonë, mënyra e raportimit është shumë përfaqësore, shumë minimum, ose asnjë me qatë people stories. Edhe rasti i dytë kem i Melajmit për lajmin e arrestimit të Hoxhës. Nuk e kum lexuar që me thonë lajmin, po merë shumë interesant, po një shumë përshtypje mënyra që sheshti e kërë. Edhe apet për ndërlidhje me qëto people stories, do me thonë përvojat e njerëzve, thamë një moment që u arrestu Hoxha, e tha u bo problemi madhë me komunitetin, halli madhë, kush kam ishti në drejt. Do me thonë, jom shumë e sigurt që lojme tila ngojnë shumë gjdo det, që marrin gjyra islamofobe, u arrestu Hoxha, islamofobia on top, bla bla bla, po asnjëherë nuk e kena që pjesën e eksperiencëve të njerëzve, që ato sa e na afër qytetarëve, okej. Sende, që me thonë, me një farmyre indikojnë njerëz, ku jo njerëz në drejtet, që me thonë, hapësirë mediatike. Përveçsi approach, në ashtavi që me thonë njërë e raportimet, kisha dashtë me ndi
edhe për veti personalisht, po ma të shumë nga ka dhe edhe për trit, s'ka është të rëndësi, që me thonë, historia njerëzve në... Historia. Është interesant, dhe se në të regu kjo, ke rastin me një njeri për botë lajmi shumë i madhë më rrinë dhe në Amerikë. Në thonë qësh mediat e kanë efektin, e kanë ndikimin. Për një njeri, një thjesht, për një problem vogël më rrinë dhe New York Times. Më qëta kanë është fuqia medjes, për shto më thonë që du me pas në media të fuqishme që mund me përqu zonin edhe ma lartë se sa ku jemi në atje. Qëto e deshta me thonë. Po, se kështu është interesant, neve na i ka një punu me ika atje me shumë vështirë. Se kemi kry shkolla, magistratura, edhe doktoratura atje, po shta një shteti këtu, ti shka vjeti këtu në njësi me shkollë mesme. Problemi i diploma është problem halama e mata është. Ka shumë probleme të tjera me kolegë këtu që janë. është pak edhe dhe kultura e... Është du me qunë pak më nërtë zonën tonë atje. është pak edhe dhe kultura e absorbimit të informacionit. Për shembull, tjetër lajm dojmë na si shqiptar, tjetër lajm dojnë amerikan, tjetër lajm dojnë francez. Për tjetër sen keshëm na në Preshev, apo në Prishtinë, për tjetër sen mujnë me kesh francez. Për shembull, Belgzime e një kulturën franceze shumë ma shumë se na, apo dikush që punon në Angli e një kulturën britanike shumë ma mirë se na. Dhe që më du me thonë me këtë është që kultura përgjithshme e popullsisë, kur niveli i edukimit medial është tjetër, atëherë aty fake newsin nuk shkanë. Lajmet që lidhen me storjet që për shembull apo me klerik që ka qenë hoxha atë kohë, mujnë më konë shumë interesante nëse një klerik arrestohet edhe për Amerikanë, për shkak se ata din ndikimin e klerikëve edhe në Amerikë dhe në Levira. Këtu të na i kanë arrestuar 50 zallara për i qëmë se të rasistë të poshtë, më që si dalajve rrët terrorizmi, rrët po s'na vishë një që interesant se na e njëfshë baka shumë atë mentalitet. Po, tjesht lidhët pak me kulturën, me se qka çfarë dënë me lexu. Me qka dhe me lisë drekën aj, se kur ullet me fëmijët e vetë një Amerikan, e ka një tim kur drek ka një, qka do me fullë. A i vjen interesant Amerikan do thënë, hej, e këshin arrestu një hudë në ajo është do. Sa është afër gazetari afër qytetarët emocionalisht. Po mdoket apo do në ditë ndikimin e qytetarëve në story apo? Sa është afër njerëzve, afër nevojave personale. Unë e tregova një rast, nuk mundet me u bo një storje e mirë nëse nuk është qytetare. Pa qytetare nuk është. Fol për një problem që s'ka ujë në Preshev, nëse nuk të fol njeri që s'ka ujë, s'është lajm. Me më tregu kryetarja e komunës që s'ka ujë dhe problemet pëse s'ka ujë, dhe me më tregu Këshilli Kombëtar Shqiptare dhe Qeveria e Serbisë, nëse s'është qytetare, nuk është storje e mirë. Duhet me nis me individin. Nëse është problemi që tash në Preshev që kanë po thëmë, problem me libra, duhet me fol një prind që e ka fëmijën edhe ka problem me libër. Për që ato është kryesore, që ato është mas afërte. Media edhe qytetare duhen më konë zinxhiri i parë, me thonë, për me të tregu se na burimet më të mira i kena për qytetarve. Një rrugë që nuk u bose një problem që e kanë me një lagje, një qytetar na jep. Nuk na jep politikane, që sështu punun që atë. Na jep qytetare. Po du të tregu një situatë që më ka ndodhur para një 3 apo 4 vitesh, kur njerëzit për i këtu na sinjalizojshin rreth një emisioni që më vone pa ta realizuar, që ka marrë sa kritika, qasë dhe lavdata, sepse komuniteti gazetares medial vjen sa sfiduse në të bajtu, po kjo pjesa e popullatës ka herë për shkak të bindjeve din me konë shumë kritik ndaj hapjes një teme. Mu më kanë shkru para 2018, nëse s'gaboj, shumë prind për i Preshevës, unë që këtu për me ditë në kohë, për shembull qenë një video pra me publikova, qushu manifestu në shkollë këtu, fillimi e Ramazanit, edhe pas shumë reagimet ndryshme. Mu për këto ma qunë, se jërë në dje me një shkollë aty me zgjeru. Do me thonë, dikush aty nuk pajtohet me qatë manifestem, apo ka shumë tjerë të cilët pajtohet. Dhe mu shko ishin prind, ishin përnaj kësë përdorin fëmijët qatë mësimit fetar. Dhe kur ka marrë me intervistu, bashkë ata prind nuk pranëshit me folë. Shumë interesant. Thot mu po më kësë përdorit fëmija, do t'jeme asë janë damë, nëse ma kësë përdojnë fëmijën të dikush, atëherë unë alargohna dhe bëjt shmës
por me bo. Dhe kur erdhën na mi takua ta prend, asë një prej që atyne që pretendojshin që fëmijët për ju keq përdoren kuptimin e ekstremizimit fetar nuk pranishin me fol. Do të thonë, ka herë qytetari ka qef me zgjujt dorën apo me të përdorë për me ja zgjidh problemet. Gazetari ka të pamundën problemin e qytetarit me zgjidh nëse, për shembull, nuk ka një organizatë që mirët me çat problematikë. Sepse tu ka dhe mungesë të jetë për tema caktuar. Në Kosovë na kemi vetëm një organizatë që mirët me konsumatorët, e cila organizatë udhëhiqet prej një Selatin Kasanikut, i cili pjesë të asaj organizate e ka vetë Selatin Kasanikun. Edhe na shpesh bim dilema kur dojna me ngrit zërin e konsumatorit, për shembull çop për çmimet, tash e bëjmë një emision të natës, kanë me marr këtë dyshin Selatin Kasaniku. Po dhe ai vetë s'ka asnjëherë rrejeri këzjanë të shtëpia vetë se me marrë dikon krejt, po qaj e ka të regjistrume, do me thonë një organizatë dhe a i folë në emën konsumatorëve. As ka projekte, as ka veç delë folë televizar, dhe të një farforme obligohesh me marrë se s'ki kanë tjetër. Mos flasim për këtu. Kush është zoni konsumatorit për eshem nëse në vime boni në storje për çmimet e larta, njerëzit të njëve hajt. Që fetia të regoj një rast, e ka thirë kryetari në bashkësisë lokale me në thos me folë për problemin e kufikat, mos s'ku do me marrë me këtë punë. Të smunësh me përfshi, do të thonë, qytetarë... Në Facebook dalin krejt analiza bojnë. T'ja mi fjallin edhe për gëzimin në shta për mendimin. Më ndona pak më shkodë dhe që pak fshirë, po. Sparit të përshëndet diskutimin për shkak të dy arsye, sepse ka një kohë që mos lidhet për media në Lëvin, edhe vetë inicimi i temës më ndaj që është në rëndësishëm, edhe veçanërisht për Lëvinë, sepse tash, a ka problematikat përbashkët të medjave, për shembull në rajon, ne nuk jemi njëshur. Pashtë edhe na jena pjesë këtu Lëvin e problemet policisme që i ka i komuninë dhe net janë gjithmonë, po edhe në Prishtinë, edhe në Beograd, edhe në shumë. Tash, me gjithë atë këtu ka dhe veçuri si pas me në Lëvin që kuptimin e asaj që mendoj që gjatë kohës në eci e sipër për zhvillu kena sot ma shumë informata, po gazetaria është duke pësu sekret. Gazetaria mos kemi. Dhe këtu të përgoni vardalimi të rëndësishëm të disë informimit dhe gazetarisë, po. Edhe në bashkë. Utilizoj për një sociolog të të se në një gazetaria për do sa ma shumë informim. Dhe të mecenizëm të, sepse që ka ndonë në emër që na kemi pas i kur kena pas gazetarit centraliste shtetërore që u qujt, që e ka fillu komunizmi, edhe që e ka vazhdu pak një kohë nga ajo që u qujt media publike. Edhe këtu provum pa ka shumë edhe media lokale, si pas pi model, radio-televizioni Preshevës, radio-televizioni Pianozës dhe radio-televizioni Medvegjës, që mas luftës u konsideron pak edhe si media multietnike për shqiptje dhe komunitetet, dhe kjo ishte ideja në ndërtu mediume publike. Ajo që ndodhe është që spare ato nuk ka vetëm më zhvillu edhe më kryu si media publike, ishin spare më shumë media partijake komunale që u rritë kontrollohet në shtetë. Po dhe dyta është duke krejt me privatizim. Pra mo, nuk kemi mo, asi mediume publike. Vetë më tash mediume publike në Sërbi, janë televizioni Sërbi dhe në televizioni Vojvodinës, ku e kanë përshini informim në gjuhë shqipe. I cili edhe ajo është për diskutim, po besoj që të me qenë tema. Mundësia ty të media publike është Këshilli Kombëtar në themelurin e mediume publike. Se nuk o përmend këtu një aftushën, se kjo është tema. Tash këtu ka pas një iniciativë të vjetë të majtën me themelu të radio-televizioni Lëvina nga ajo që u qytë kumendi të që nuk o bokur. Tash një mundësi është, kur flasme për informim që u shqipe, është me kriju një që to që përmendet dhe ju një medium 3 publik. Në gjumur shqipe që do të krijon dhe si pas legislacionit fuqik të ka drejt në mëve është Këshilli Kombëtar. Po dhe ajë pastaj i ka problematikët dhe veta sepse ka budget edhe pastaj në këtë klasë aktuale politike njëse të dyshoj pastaj në spore atut me kriju, atut me pas të televizion publik të shqipe Lëvina ajo që kjo është diskutim me që jo shumë të tjerë. Edhe më ndoj që pasërën është në kjo, që se avokim me shty që këtë idejën që me shty informimin, me gjithë një mekanizm e themelimit i televizionit publik të ushqive, që do
t'ishte keq me shtyp qilin kombëtar që këtë drejtim, me shtyp politikan me hap diskutimin, a ka mundësi me kriju një medium të ri publik. As ka. Edhe ka nevojë. Dyta pastaj sipas meje problemi i jashtëzakonshëm është që tash na jemi bo shumë nuk kemi ekonomi, nuk kemi mundësi me pas sportare. Sepse këtu përmendëm ajo që quhet portalizimi, s'dia kemi në portalizim të informimit, edhe portalet krijojnë gazetari në parim. Mund krijojnë gazetari dhe cilësore. Plus kemi në fare gazetari, keni pa më login viteve të fundit që dikush ka bo reportar, dikush ka bo editorial, dikush ka bo gjenit e punë të ndryshme të gazetari. Pse? Sepse se ekziston gazetari. Dhe ju e përmendët portalet, këtu një përgjësi që është zakonshme e kanë edhe pushtetet, edhe institucionet publike dhe politike, sepse ata e ushqim, degradimin e portaleve përmes financimit. Nëse e shqipte, me institucionet tona publike, komunale edhe rajonale, pa ne financojnë si portale, dhe vetëmi kriter është përshtatshmëria për politike, nuk është mua stilësia. Dhe tashmo në këtë situatë ki problem mos sepse na nuk kemi as ekonomi dhe realisht jam komplet ndikuar nga tregu. Edhe nuk është mos i Kosovë që për shembull ti mund ta kesh një X milion edhe në Kosovë me numrat e caktuara janë në shërbim fundi nuk ka pavarësi agjendave. Po. Me burimet pavarur, se vetë janë mundësi me pas të pavarësirë nga këtu, është ti me pas burimin e pavarur. Momenti që ti financosh nga kuvendi, nga parlamenti i Kosovës, si zoti Shefkiu për shembull. Apo për shembull mediat private që financohen nga biznesmen caktuar që tashmë nuk janë gazetar. Ata nuk mund të kenë pavarësi, por agjenda caktuar fikse. Mirë e keq që mund të diskutohet. Do problema që s'ki gazetari fort, to nuk janë, domethënë. Prandaj po them që këtu një diskutim është gazetaria si gazetari ku ka përfunduar, që sipas meje nuk ka më fare. Edhe një diskutim tjetër është që gazetaria në gjuhën shqipe të pakicës kombëtare shqiptare, që besoj që duhet mundar se janë komplementare njëra me tjetrën. E mendoj që domethënë këtu është diskutimi, duke qenë që ne nuk kemi mundësi ligjore me radio televizionet komunale, nuk mujtën më sipas ligjit aktual, nuk mujtësh më me pas. Pasë diskutimi është a vjen me provu me real një medium publik, i cili do të financohej, por që do të arrije me pas të mëlloj cilësie, që pastaj do të krijojë një farë po e mire keqe. Mendoj që kjo është që do të ashtë avindrita. A i vanë njajmë? Po, mund është në lidhë me vërgzimin. Me këtë ekonomi me krijuese dhe me gjuhët private këtu që janë. Po pastaj edhe nëse krijohet. Po, që shkryojnë? E kanë shumë jashtëzakonisht problematike me gjetë burime financiare me këtë ekonomi e lodhë që i kemi këtu. është me ditë Kosovës edhe Shqipërisë. Se informata kemi gazetari, s'kemi për mene, kjo është të vërtet qështu. Këshilli kombëtar, e për mene pak më herët unë, s'di e dëgjojnë, që thash që këshilli kombëtar ka mundësi me bën diçka. Nëse s'ka mundësi me bën një televizion, ka mundësi me bën një lloj portali, që ka Kosova Press me kamera dhe me plasu informacione. Mund me bëhet ato. Agjenci e lajmeve. Edhe një lloj agjencie të lajmeve, ose një portal dhe lavdimi e ka një. Po mund me bën një lavdimi jo, vetë ka mund me bë, pse s'mund me bë këshilli kombëtar një. Përse i ndonë 2-3 miliona, 3 miliona, 4 miliona sa i ndonë, edhe qeveria e Shqipënisë mund me bë diçka me financu një media këtu në që me bë gazetari, jo, normota kështu. Se na përdorim një shprehje këtu në Lugin, këtu livdu shumë njerëz që janë sërrisht aty. E këtu do ato media tu bën shumë me doj me bëna shumë like, shumë klika, e dolmi te fake news edhe atje, 3 herë bën fake news kur s'beson më. E me bëna gazetari, jo fake news. Edhe nëse nuk klikohet shumë, nuk ka rëndësi kjo. Dhe nëse e post në media, fort. Kështu do bërzim, sepse ka do portale shon Lugin, alo më shënoj do Facebook e gjel. Po besoj atij, s'u beson sepse nuk e di. Po edhe nuk është nuk kemi na nuk kemi tash ka një përpjekje të pushtetit në Beograd, sidomos e ka përmbyt që ata shka kanë bërë që me privatizimin e mediave lokale ata kanë shumë informimin në gjuhë shqipe pakicës kombëtare. Ata kanë dash me zamën që po të vonë 5 minuta në RTS. RTS, ajo është katë, është shumë godina ka, edhe RTS-i kanali të ret i RTS-it. Problemi është që ti me 5 minuta
minuta të informimit. Qa ki me të thonë? Po, se s'ki kohë. Ja, ashtu s'von, ashtu s'më funksionon, ashtu keqë. Ti shka po doni alternativë base të tishtë që ligjime që e mundësan me avoku që kjo këshilli kombëtar. Këshilli kombëtar mundu me bo, këshilli kombëtar. Me bo, a është ajo portal, a është ajo që do të ata mujnë. Mos të gazetarin cilësore, do të Kobe dhe afariste nuk gjim Presheve si mujnë me mojnë i portalve. Nuk është jam të lë, se po mujnë me mojnë Kosovë atje, të shke, një që nëso biznese pa të biznese në Luginës, në majtë në Zvicër, në majtë në këtu, në mojnë në Kosovë, po kanë mundësi. Ata kanë mundësi, po se s'kanë ka dishmëri. Po, afarista këtu të cilët kanë bo, kanë bo televizione, po lëshu për dëshiru, po është një diçka. broshkulla që e zëjnë aty, a vëdhen, pa Kërkoj Ernest Koliqi një libër tregtar flamush, e ka lezu dikush ka. Edhe aty shkon njëri në Shkodër, në vitin 1920, edhe shë dita pavarësisë as një flamur. Dhe në vëzot ai patrioti, dhe që ka këtu s'ka flamuj heq, jemi një shqitor dhe pse s'ki ti flamuj, aja merë shtim po dronë, të i kom 5.000 flamuj këtu, po s'ka kush t'i bledh dhe se s'ka vedije. Këta afaristat kanë mend të leku, si kanë mend të ngritja media këtu edhe përfaqësimi. Këto është dia, unë mungon vedia. Shto po thamë unë, sepse nuk është që s'kemi na. Po. Tregu afaristi nuk ka shumë interes ekonomik. Po. Nuk është tërheq tregu i Luginës për një biznesmen të caktuar, për me investu në media. Pse duhet me investu se ai nuk e përkthejë si profit. Nuk duhet po vesh si lekë të punë, duhet po pak më lart. Publikës, për me mujt për shembull me kriju informimin gjyqësor të publikut. Po bëzim po duhet për te biznesmen ka me pas interes si treg për preshill të se për dhe porës me po diçka tjetër më shumë. Gëzim apate me shtu diçka të lutna? Shumë atë dhe gëzimi të i bënosit, organizatë të fjusër. Kështu, kështë dhe mund të vijë pak pra Albani të jabë dhe veçke, në për komentit të vogël. Të përmenë që që ndonja këna nëvojnë ma shumë për edukim mediatik, duke marrë shemullën të në tetit ove, shkollët që i kanë dalë tash për gjatë Ramazanit, komentet gjitha pozitive, respekt, ketë, ja, kemi kapelën dhe në thonë që e ka marrë vendim që është absolutisht për mu personal nonsens. Mu shpëndesh ashtar vendimi kanë marrë. Për mi shkurtu orare në shkolla, po. Për me shkurtu orare në mësimit. Edhe, dëmon, pyetja është kështu, kanë nevojë për edukim mediatik më shumë apo për një gazetari etike, e cila thirrët më shumë në vetë etikën e gazetarisë që ka parashef informim drejt në tahtash, duke marrë parasysh, në marrë një shembull të fundit tash, gëzoj frest, i marrë për shembull zgjedhjet në Kosovë, ku mediat rezultatet në Kosovë kanë paraqitur me 40%, domethënë një këndvështrimi tjetër, si një punjët të vendosjes, kurse CDU-ja apo kushtetoj zgjedhjet Gjermani 28% i kanë paraqitur si fitues të zgjedhjeve. Shumë ndem koment tonë në këto. Fillimisht, unë të pejtjes tash e mora informacion që këtu e pas kanë shkurtu orët mësimore, po ka nevoj edhe për një vedije, apo për një ngritje të vedijes, kuptimin e edukimit medial, jo veç këtu, po krejt ku jetoj shqiptar, po ka nevoj edhe për përmirësim të cilësisë, nëse muj me folë për cilësi në media, sepse Benzime e përkufizoj shumë mirë dhe thatë që më nësi nga të folë asë për gazetari. Nuk jem të folë më asë për gazetari, dhe më thonë që kjo shumëzimi edhe mundësia gjithë kujna për me kriju portal, e ka botë që edhe gazetarët e mirëfillt me ranën hijen atyne tregtarëve të kushtimisht me thënë të cilët prodhojnë lajme përmes mediumeve të tyre. Prandaj po them që këtu ka nevojë për një paralelizëm, për ngritje të etikës mediale, për një lloj, unë shpesh më shumë kritik për lajmet edhe që i kanë botu kolegët e mi gazetarë, jam për plasë me asociacionin e gazetarëve, i kom ironizu shpesh dhe lajme që kanë dalë për media të mënu gazetarët me filozofu, me gjithë shpreje të reja, e me prodhu lajme të panevojshme për kur ti Kosovën e Preshevën e ki vend bërim të lajmeve dhe me ardhë këtu cili do medium ndërkombëtar ka qasë shumë
çka me raportu të njës prej problemeve sociale, edukative. Pra kemi nevojë për edukim gjithë mbarshëm, po edhe gazetarë kemë pjesë i saj shoqërie. Na nuk mujna me folë për një edukim kulturor gazetarëve qëtu, e mjekve arsimtarëve qëtu. Krejt njëjtë, me ligjena. Të gabu shumë jemi na, të gabu shumë janë ata. Hajde t'i japim pak ma shumë dashni njëri tjetrit, t'i japim pak ma shumë suport njëri tjetrit, edhe t'ja kuptojmë rolin e tjetrit që se cilin. Mos shkojmë i kallëzu mjekut, çfarë terapie do të na shkru neve. Doktori erdha, shkru një t'ja dolla. Mos shkojmë i kallëzu gazetarit, me thonë bëni një lajm qështu. Doktorit kallëzoj ku po të dhem, po më dhem qështu. Gazetarit kallëzoj cilë është problemi jatë. Qush e trajton aj, pastaj e ka kodin e vetë, i ka regullat e vetë, i ka një 5-6 pyetje që do të mjë përqiz nëse e bën live, e ta një zgjenën pak nëse do me bërë reportaj, tjerë, se për këto zhangre më të edhe për qëndër e gazetarisë në harru krejt, po. Gëzëm kjo është një farë simbioze, për me bo gazetari profesionale duhet më eduku qysh herët rinia për me vazhdu me zhvillu qatë profesion, unë këtë e kom testu me nëzonë si që i pata. Po. Po, pa tjetër, ashtu po përgjigjem edhe unë. Që kam përcjell telefon, unë e fillim... Se pas na posti nga telefon, po, për pjesën e parë, lidhje me shkollë, po pjesët e përcjellja e lajmit, për shembull për zgjedhjet, domethënë është efikashe. Absolutisht unë fitore bimse, edhe humbje bimse me 40%. Fitore bimse me 23%, humbse domethënë me 40%. Po varet që interpreton. Varet që interpreton. Varet që interpreton. Unë jam pas kom që mi drejt të tema, po dhe se që kanë nëllë gazetarë me një përvajtje ekipës. Qështë e godën në gjysmë bërë? Është interesant. Është gjysëm e zbrazër. Gazetarë gjithë më do të po gjysëm të zbrazër. Okej, unë e di që debati gjithë kur shkon ka fundi shkon të unëze dhe është shumë mirë, por na e kemi një kod limitume tu bashkurt edhe po e përmbyllim me konkluzat e fundit. Shumë shkurt, diçka mund të lidhë edhe ajo që e tha pak më herët kena nevojë për edukim shumë atashëm. Na definitivisht kena nevojë për edukim qytetar. Landa e edukimit qytetar në shkollët tona, s'pako në kohën teme, u konë... Me përzgjedhje. Çdo herë ka dhënë profesori që ose u konë i biologjisë, ose i muzikës, ose gjusë qyte me raste, pa. Ose që u konë në 50%, ose kujdestarja klasës që e ka shpëzu si orë kujdestarja. Kështu që na shta pak syt edhe ka landa e edukimit qytetar në të shkollë. Okej, e di që vazhdon, e di që kish mujt me vazhdu edhe shumë, po e kena një gjenrat të re që pavarësisht krejt thonjë janë lazy, unë mendoj që janë shumë smart edhe kanë zonë me obezdis, po megjithatë na për ata që e kanë ndjek për 8 javë rresht ligjëratat tona dhe edukimin praktik, vlerimi mundet me jau shpërnda nga një certifikat, të lutë nga blerim, nëse do në veç me ja shpërnda, nuk na thatë asë një fjallë ju, qka keni mësu, ndoshta me dho një mesazh